Monika Kryemadhi ka folur publikisht për herë të parë për ndarje nga ish-bashkëshorti i saj, Ilir Meta, duke ndarë detaje personale dhe duke hedhur akuza ndaj institucioneve të drejtësisë. Ajo pretendon se ish-kreu i SPAK, Altin Dumani, ka ndikuar në krijimin e përçarjes mes saj dhe Metës, duke nxitur dyshime për tradhti. Sipas Kryemadhit, hetuesit kishin zbuluar mesazhe në telefonin e saj me një kontakt të regjistruar si "zemra ime", të cilat u interpretuan si komunikim me një person tjetër, por që në fakt rezultoi të ishte vetë Meta. Ajo theksoi se marrëdhënia e tyre shumë vjeçare ka pasur momente të bukura dhe sfida, duke pranuar gjithashtu se ka pendesa për mungesën e kohës me familjen. Megjithatë, ajo shprehet se nuk ka pasur probleme serioze mes tyre dhe se situata u përkeqësua nga ndërhyrje të jashtme. Kryemadhi akuzon SPAK-un për përdorimin e metodave të ngjashme me ato të së kaluarës për të krijuar konflikte personale, duke i cilësuar veprimet si manipulim dhe të padrejta. Ajo shton se informacionet e dërguara Metës për mesazhet kanë qenë të keq interpretuara dhe kanë ndikuar në perceptimin publik. Sipas saj, edhe akuzat të tjera që lidhen me përfitime financiare apo përdorimin e emrit të Metës janë pjesë e një narrative të krijuar, të cilën ajo e konsideron të pavërtetë dhe të qëllimshme.